Vuani nga tiroidet, këto ushqime nuk duhet i fusni në gojë, ja çfarë ju shkaktojnë. Nëse vuani nga tiroidet, janë disa ushqime që mjekët do t'u rekomandojnë të mos i konsumoni asnjëherë. Kjo pasi ato mund të prekin të gjitha proceset metabolike në trup. Shqetësimet që provokojnë tiroiden jo domosdoshmërisht kërkojnë trajtime mjekësore me ilaçe. Janë edhe disa ushqime që mund të kenë efekte negative edhe t'i shmangni në rast se vuani nga shqetësimet e tiroides. Soja. Ju duhet të konsumoni një dietë me sasi minimale të sojës pasi ky produkt ushqimor pengon absorbimin e trajtimit në rast se po merrni medikamente. Sheqernat. Të evitohen që ato ushqimet që përmbajnë sheqer të rafinuar shtëlbësore. Mbi të gjitha mund të bëhet fjala për problemet autoimune të tiroides. Ky ushqim mund të ketë efekte negative në pankreas dhe në funksionin e tij. Kafe. Reduktimi i konsumit të kafes është i domosdoshëm në rast se keni probleme me tiroiden. Ushqimet e skuqura. Reduktoni konsumin e ushqimeve të skuqura pasi që mund të pengojnë edhe efektin e medikamenteve.